pas. Apo më saktësisht mesazhin e të ngarkuarës me punë në ambasadën e Shqipërisë. Duhet ta marrim ashtu siç e ka thënë, që është në interes të Kosovës që të jetë pjesë e projektit energjetik, që është gjithashtu projekti i sigurisë kombëtare. Ka qenë diçka si alarmuese që Kosova të mos mbetet jashtë. Unë mendoj që ajo është detyruar ta bëjë një shkrim të tillë, ta dërgojë një mesazh të tillë në publik para zgjedhjeve, për shkak se ka marrë sinjale negative nga qeveria. Jam e bindur që në dyert të mbyllura është diskutuar kjo, sepse kjo ka ndodhur më herët. Për shembull, e di që Shqipëria kur e firmosi, pra është një projekt për cilin po punohen, se nuk bën brenda ditës, po punohen me vite, nuk bën brenda ditës këto gjëra. Dhe si duket brenda dyrëve të mbyllura, Kosova ka marrë, SBA nga Kosova ka marrë përgjigje negative, ose s'ka marrë përgjigje pozitive, po themi, në rastin më të mirë. Dhe përfaqësuesi amerikan është detyruar që të dalë në publik, të jap mesazhin, ta kuptojnë dhe qytetarët e Kosovës se çfarë po ofrohet nga SBA-ja dhe çfarë po refuzohet. Ai mesazh nuk ka qenë për zotin Kurti, më shumë se sa ka qenë për qytetarët e Kosovës, që ta kuptojnë. Dhe ne tani gjithë e dimë që qeveria nuk është në linjë me SBA-n për sa i përket këtij projekti.